Në mbledhjen e Kuvendit Komunal të ftuar nga kryesuesi profesor Dr. Simir Krasniqi, sot ka filluar me betimin e kuvendarit të ri Onur Kovaç. Pasi zëvendës kryetare Kuvendit është zgjedhur kuvendarja deri tanishme Sibel Kazaz. Pastaj kryesuesi ka parashtruar para kuvendarëve kërkesën për rendin e ditës, ku lidhur me pikën që lidhet me tarifat e varrezave të reja në Landovis, ishte pikë që kërkuan të mos sovihet në kuvend si rendite, pasi që është një nga pikat emergjente dhe kërkon përgatitje më të madhe. Nga 36 kuvendarët e pranishëm, 25 votuan për këtë rend dite që të jetë në rend dite. Ngritja çështjeve të ndryshme filloi me një kërkesë nga kuvendari Aziz Hodaj, që lidhet me solidaritetin e Kukësit të vitit 1999 dhe kërkoi që ky solidaritet që të ngritet një monument për këtë, si dhe për organizimin e lidhjeve më të afërta mes Kukësit e Prizrenit. Propozoj ngritjen e një monumenti përkujtimor në Prizren me tematik solidaritetin dhe mikpritin e popullit të Kukësit gjatë vitit 1999 në koordinim me autoritetet përkatëse të Kukësit. Organizimin e një manifestimi vjetor kulturë historik, i cili do të përkujtonte këtë periudhë dhe do të shërbente si platformë edukimi për gjeneratët të reja përmes ekspozitave, dëshmive, aktiviteteve artistike dhe dokumentarëve. Krijimin e një bashkëpunimi ndërinstitucional ndërmjet komunës së Prizrenit dhe bashkisë së Kukësit, me qëllim realizimin e projekteve të përbashkëta në fushën e kulturës, historisë dhe edukimit. Formimin e një grupi punës të përbashkët, i cili do të hartojë planin konkret të veprimit, afatet kohore dhe implikimet financiare për realizimin e kësaj nisme. Kjo nismë nuk është vetëm një akt historik, por një detyrim moral dhe institucional ndaj historisë sonë dhe ndaj atyre që momentet më të vështira dëshmuan vlerat më të larta njerëzore. Andaj kërkoj nga Kuvendi i Komunës Prizrenit që ta shqyrtoj dhe ta mbështesë këtë propozim duke ndërmarrë hapat e nevojshëm dhe konkret për realizimin e tij. Bazuar në ankesat dhe kërkesat që më janë bërë nga familjet e dëshmorëve, ju drejtohem lidhje me çështjen e banesave të ndara nga Komuna e Prizrenit për këtë familje me 26 nëntor 2014. Konkretisht në lagjën Shtjefën Gjeçovi, jeni mahall afër ambulantës kryesore. Bëhet fjalë për 17 familje të cilave u janë dhënë dokumenta të rregullta për posedim të banesave me të gjitha specifikat përkatëse, mirë po tash 12 vite nuk kanë mundur të shfrytëzojnë ato banesa. A ka drejtoria e shëndetësisë ndonjë plan konkret apo strategji për hapjen e një qendre psikoterapeutike komunale në Prizren, ku do të ofroshin shërbime pa pagesë për këshillin psikologjik dhe parandalimin e varësive, tu nis nga jo mjetet substanca, alkooli, pse jo dhe nga teknologjia. Një kohë të gjatë në ÇKMF të Prizrenit nuk është duke funksionuar ashensori, ku pacientët me sëmundje kronike, pacientët me aftësi të kufizuar, e kanë shumë të vështirë qasjen në katin e dytë, ku kryen në dhe shërbimet laboratorike, që është një numër i madh i pacientave. Si pjesë e shumicës qeverisë, qëllimi im është që këtë zë të qytetarëve ta kthejnë në zgjidhje praktike. Për të mos e zgjatur në seancë me detaje teknike, listën e plot me lokacione specifike do t'ja dorëzoj zyrtarisht drejtorëve për kac minjar pas mbledhjes, kështu që kërkoj ka ekzekutivi që t'i trajtoj me prioritet për të treguar se ne jemi një qeverisje që dëgjon dhe vepron. Me kërkesë të kryesisë së fshatit dhe nevojës së vizitorëve, këtij vendi i nevojitet një banjo publike që të jetë në funksion gjatë sezonit të verës dhe asaj të pranverës. Të gatshëm për mirëmbajtje të kësaj banjo publike janë shprehur kryesia e fshatit dhe pronarat e barakës që kushtojnë aktivitetet të afër. Rruga Gjem Gegollaj apo tranziti që të dërgon në hyrje të autostradës ku qytetarët e lagjës Arban dhe të tjerët për të qasur në rrugën që të shpije në qytet duhet të kalojnë 3 korsi, ku rrezikojnë seriozisht edhe jetën. Kërkesa është kjo, pasi që nuk plotësohen kushtet për ndonjë rreth rrotullim, ju lutem të merrni masa për vendosjen e semaforëve që t'i shmangemi aksidenteve. Ju si pushtet i Komunës së Prizrenit, si ekzekutiv, nuk po jepni edhe mjete financiare personave që vujnë me smundje të rënda, ose po e vanoni shumë, që në një moment ato nuk kanë efekt, ose edhe personat mund të mos jenë më në këtë jetë. Analizat në qendrën kryesore të mjekësisë familjare janë paksuar dukshëm.
Gjithashtu edhe shtesat për fëmijë dhe nëna lehona nuk po jepni në bazë të rregullorëve edhe vitin e kaluar nuk i keni dhënë hiç. Keq informim po bëni ju, për shkak se kryetari në atë intervistë ka konstatu gjendjen se çka ka ndodhur. Tash nështë duhet me ju sqaru pak juve se nuk e dini, po me siguri e keni për propagandë, për çka jeni eksperta, në momentin që përmbarusi po i merr mjetet nga kategoria e kontratës kolektive. Ato mjete po janë destinune për X kontrate ose për X operatori. Atëherë, gjatë atij viti fiskal, ti po mbet pa të holla, ajo po bëhet bërgj. Kur ai po bëhet bërgj operatori, po shkon pa e marrë të përmbaruesi. Ky është zinxhiri, kjo është sqarimi i drejtë për qytetarët se çka po ndodh. Pra, për ata nuk ka që po ja lën fajin atij ose këtij tjetrit. Kjo është konstatimi i gjendjes se çka po ndodh, na po e shohim. Edhe sikur kolegu ta kishte hallin e atyre kategorive që kanë mbet pa i marrë ato subvencione, e kishit kalu buxhetin gjatë mandatit kaluin muin korrika kur është thirrë seanca. Po nisem, Arianit ka disa seanca që ju i në duke shitmem dhe për na shitni mem neve. Dhe në këtë rast, unë jem, kjo është mandati i tretë jemi. Asnjëherë nuk ka ndodhur që kuvendarët ta bëjnë zëdhënësin e ekzekutivit, por në këtë mandat po shihet që po. Dhe këtu është vërejtja jonë, që në të gjithë këtu jemi përfaqësues të qytetarëve, jemi me votë të qytetarëve. Dhe neve i delegojmë ankesat, kërkesat, çështjet e qytetarëve. Është evidentuar një problem shumë serioz, i cili drejtoresh e inspektorateve po ndodh zakonisht të shtunave. Po flas për një përrosk e cila është në degën e lumit Toplu, ose siç njihet prej shumë qytetarëve lumit Jeglenica. Aty po derdhen mbetje organike që dyshohet që vijnë prej disa thertoreve e disa individëve të papërgjeshëm. Rreth çështjes rrugës Tahir Sinani apo tek mbrapa tregut Fatoni, e di që ka pas iniciativa të ndryshme edhe mes Bashkisë Islame dhe mes Drejtorisë Shërbime Publike, mirë po sot atëherë nuk është marrë asnjë iniciativë. Banorët, do thot banorët për çdo ditë kanë kërkesë se çka është duke ndodhur me këtë rrugë. Ovim putem želim da pozovem sve direktore škola gde se nastava odvija na bosanskom jeziku da podnesu zahteve za potreban kadar u školama koje rukovode. E kemi pa një kod buxhetor i cili ka të bëjë me shpronësimin e disa pronave në komunën e Prizrenit, dashta me ditë se kur do të fillojnë procedurat për shpronësimin e asaj parcele dhe kur do të hapet për qarkullim kjo rrugë. Ishte një javë për fat të keq e përgjakshme për Prizrenin, ku disa persona humbën jetën tragjikisht në aksidentet e komunikacionit. Këtu fajtorin natyrisht nuk jemi për ta emëruar sepse janë organet kompetente që merren me këtë punë, por ne si komunë sa jemi në krye të detyrës, sa jemi të përgjegjshëm në punën që po e bëjmë. Bëhet fjalë për rrugën Faredin Hoti apo me emërtimin e ri Abdurrahim Gërdellaj, cila gjendet në lagjën 11 Marsi, ku një segment është i asfaltuar, ndërsa pjesa tjetër, konkretisht ajo që kryqëzohet me rrugën Tamil Shala, vazhdon të jetë e shtruar me kubza dhe në gjendje mjaft të rëndë. Unë ju kisha lutur me bë këtë skanimin edhe me pas sa më shpejt një raportim në kuvend, po edhe të kryetari që si qëndron çështja e pronave, sepse edhe votimi i pronave ka ndodhur pas skanim të gjendjes edhe pa prezantim se cilat prej atyre janë të uzurpuara. Në momentin që krijohet një hapësirë publike për autoshkollat, kishte më qenë një zgjidhje shumë e mirë, domethënë për autoshkollat, sepse në momentin që funksionalizohet qendra biznesit, autoshkollat nuk kanë ku të ushtrojnë veprimtarinë e tyre. Normalisht që autoshkollat kanë edhe poligon privat, por për kategoritë e rona, poligoni privat nuk është i mundshëm të realizohet një punë e tillë.
E dyta, kushdo që t'i ka dhënë informatat sa i përket kontratës së Kosova Medit t'i ka dhënë të gabueshme. Nëse kitë diçka muna me të ftu për kafe edhe me t'i spjegu legjislacionin fuqi çka e lejon dhe çka nuk e lejon. Pas së pyetjeve të shumta të kuvendarëve u përgjigjen drejtorët e ekzekutivit, duke filluar nga Fatmir Memaj. Pastaj drejtoresha e arsimit Lulieta Veselaj Gutaj ju përgjigj pyetjeve të kuvendarëve që kishin të bënin me këtë drejtori. Meqense se në qeverinë e Kosovës është formuar Ministria e Punës dhe Familjes, apo si emërtohet, mundësisht jam dakord edhe me më ndërmjetësu një takim me udhëheqësit e ministrisë, qoftë me ministrin, qoftë me ndonjë person përgjegjës, edhe me prezencën e juaj dikujt që mundi lirisht me qenë në takim, edhe do të shikojmë formën sa ka mundësi edhe ministria me na mbështet. Nuk kam hezitime me bashkëpunu me cilin do institucion, pavarësisht kush e udhëheq, edhe gjithmonë në të mirë të qytetarëve, pse mos me provu me zgjidh këto probleme, do t'i kisha qenë falendërues edhe unë, po sigurisht edhe më shumë falendërues do të kishin qenë edhe nanat lehorna që kanë pas rastin e lindjeve gjatë vitit kaluar, po edhe gjatë këtij viti që do të kenë rastin. Nderuar kuvendar, koleg drejtor, media, të nderuar qytetar, kisha disa pyetje, po mundohem t'i përmbledh sa më shkurt për ta marrë kohën. Filloj me pyetjen e Eldisit, mungesa mësimdhënësve në gjuhën bosnjake. Realisht drejtoria e shkollës e ka proceduar në kohë dhe ne si drejtoria e arsimit kemi proceduar në zyrën e burimeve njerëzore për të hapur thirrjen përmes sistemit. Në profilin farmaci është hapur thirrja, por është anuluar në mungesë të kualifikimeve adekuate. Pastaj drejtori Sulejman Baxhaku, drejtori turizmit Adem Morina, sqaroi lidhur me pyetjet e shtruara. Sa i përket pyetjes së zonës Shatri lidhur me krimin e qendrave për trajtimin dhe rehabilitimin e personave që nga varësitë, dua ta informoj se në qendrat tona ku ofrojmë shërbime shëndetësore, gjithë pacientët që vizitojnë ose që kërkojnë tretman shëndetësor ju afrohet aq sa i lejon ligji në fuqi. Çka mundet me bë komuna është të meloj qendra sociale rehabilituese që japin këshilla psikologjike, që i këshillojnë të rritë që janë trajtuar paraprakisht që të mos rikthehen në rrugë të njëjta, por gjitha këto sipas ligjeve të fuqishme në Kosovë, ligjeve të Kosovës bien në kuadër të shërbimeve sociale dhe nuk i takojnë shërbimeve që i ofron drejtoria e shëndetësisë. Fatmirësisht nga këto dy qendra, dyja janë edhe Guida apo udhërrëfys të cilat shërben jashtëzakonisht shumë, kurse si pikë e tretë është vetë drejtoria e turizmit dhe zhvillimit ekonomik, por fatmirësisht duke pas parasysh në këto vitet e fundit çdo vit po rritet vizitorët dhe turizmin në qytetin e Prizrenit, planifikohet që të rritet edhe të ketë më tepër infoqendra dhe gjithsesi udhërrëfys. Po besoj që në vazhdim do të kemi edhe ngritje të kapaciteteve, nga që Prizreni po shndrohet tuja si qyteti apo kryeqyteti turistik i shqiptarëve dhe mbetet që në vitet në vijim të ngrisim edhe kapacitetet, gjithsesi edhe investimet si në aspektin e digitalizimit dhe fushave tjera investuese në Prizren. Pas kësaj shkohet në pauzë. Ndërto me prodhime vendore.